Miqtë e mirë, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të Drejt për Drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe njëkohësisht për gjithë teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë, të cilët nuk janë përpara televizorëve, mund të jemi live, e kanë pra këtë mundësi edhe në radio News 24. Ditën e sotme do ndalojmë tek një ngjarje që me sa duket ka pasur jehonën e mediave greke javën e kaluar, ditën e njëjtë dhe ditën e premte është zhvilluar gjyqi i Fatmir Tarellarit, një ngjarje shumë e rëndë që ne kemi trajtuar gjatë vitin e kaluar. 50 vjeçari Fatmir Tarellari vret kunatin e tij 33 vjeç Erion Pelivani pas një rrëfimi që e bia e tij kishte treguar për një abuzim që nga mosha 9 vjeçare, një 12 vjeçar që daja pra vllai i njerëkës, pasi nëna e vajzave kishte ndruar jetë kohë më parë dhe ky i fundit Fatmir Tarellari autori ishte martuar me motrën e Erion Pelivanit dhe ky i fundit kishte abuzuar me vajzën e Fatmirit. Kjo ngjarje pati një reagim të madh të opinionit publik, qoftë në Greqi, të cilët e përkrahën 50 vjeçarin Fatmir Tarellari, por një përkrahje jashtëzakonshme dhe një vëmendje të madhe mori edhe media dhe opinioni publik në Shqipëri. Megjithatë, sipas mediave greke, javën e kaluar, gjithçka nëpërmjet gjykimit të kësaj çështjeje, me sa duket ka marrë një lloj drejtimi tjetër. Por javën e kaluar kam pasur mundësi të jem pranë familjes Tarellari, pranë motrës Fatmirit, e cila tregonte diçka ndryshe nga ajo që mediat përflisnin në Greqi dhe jo vetëm, sepse nëpërmjet asaj çfarë thonin mediat në Greqi, jehoni jepte edhe media në Shqipëri, siç kishte bërë edhe një vit më parë. Në fakt është një proces gjyqësor ndaj 50 vjeçarit, i cili ka qenë ditën e njëjtë dhe ditën e premte, me datën 9 dhe me datën 10 prill. Janë pyetur të gjithë dëshmitarët, por ajo çfarë ka ndryshuar në opinionin publik është manipulimi që vajza e Fatmir Tarellarit ka bërë në një mesazh të vetëm që shkruante me të dashurin e saj, ndërkohë që babait ja kishte servirur si mesazhe të Erion Pelivanit. Kjo gjë ka bërë që mediat menjëherë të reagojnë për këtë histori. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga Departamenti ynë i Informacionit, sepse për studion e emisionit Me Zemër të Hapur, për herë të parë, familja Erion Pelivanit ka thyer heshtjen një vit pas ngjarjes. Ka folur xhaxhai i Erionit, i cili ndodhet në Shqipëri, por dhe nëna Erion Pelivanit, 33 vjeçarit, e cila ndodhet prej shumë vitesh në Greqi. Ndiqni fillimisht materialin. Një kthes tronditës e ka marrë gjyqi për autorin e vrasjes së 33 vjeçarit shqiptar Erion Pelivani. Një ditë më parë, në gjykatën e Larisës, 19 vjeçarja me origjinë shqiptare, mbesa e viktimës, pranoi se ka falsifikuar mesazhet për të bindur të atin e saj 51 vjeçar se daja e saj kishte abuzuar me të. 51 vjeçari shqiptar Fatmir Tarellari nga Poliçani akuzohet për vrasje me dashje, pasi më 9 janar 2024 me pushkën e gjuetis pak jashtë Volosit, pra një fabrike çimento i ngriti një kurth kunatit të tij 33 vjeçar, Erion Pelivani, të cilin e qelloi për vdekje. 51 vjeçari u bind nga vajza e tij se kunati i tij 33 vjeçar ishte ai që e përdhunoi që kur ajo ishte e vogël dhe vazhdonte të abuzonte me të e ta shantazhonte. E gjitha filloi kur 51 vjeçari Tarellari mori një telefonat nga pronarja e vajzës së tij studente, e cila i tha se nuk e kishte paguar qiran, edhe pse ai e kishte dërguar para rregullisht. Vajza 19 vjeçare deklaroi në ato kohë se ishte detyruar t'ia jepte para dajës së saj 33 vjeçar, sepse ai po e shantazhonte, duke i thënë se do të publikonte foto të veprimeve të saj të pahishme. Që ta bënte të atin ta besonte, ajo i tregoi mesazhe me tekst në telefonin e saj celular. Babai u bind se kunati i tij ishte ai që po i përdhunonte të bijën dhe i ngriti një prit duke e qelluar për vdekje. Vetëm se hetimi nga policia greke vërtetoi falsitetin e mesazheve, duke përmbysur faktet e çështjes. Vajza 19 vjeçare, gjatë dëshmisë së saj, pranoi se për të besuar nga i ati, ajo falsifikoi mesazhet që shkëmbente me të dashurin e saj në një mënyrë të tillë që të dukej sikur dërguesi i mesazheve
tronditëse ishte daja e saj 33 vjeçari Erion Pelivani, i cili në fund humbi jetën padrejtësisht. Në gjyqi pandehuri Fatmir Tarellari, i tronditur deklaroi se i vinte keq për atë që ka ndodhur, duke shtuar se ishin ditët më të këqija të jetës së tij, kur mësoi se çfarë i kishte ndodhur vajzës së tij, për të theksuar se ishte në gjendje shoku. Gjatë seancës së disa ditëve më parë dëshmuan një numër dëshmitarësh, ndërsa gjyqi do të vazhdojë kur tashmë e gjithë ngjarja ka marrë një kthes tronditëse. Për këtë kthes tronditëse do të flasim sot, por për herë të parë do t'japim edhe detaje të pathëna më parë nga nëna dhe xhaxhai i viktimës, 33 vjeçarit Erion Pelivani, për zhvillimet e proceseve gjyqësore, sidomos të dy seancave të fundit të datës 9 dhe 10 prill, të njëjtën dhe të premten e kaluar, kur janë marrë në pyetje dëshmitar, shoqe të vajzës, mësues dhe shumë dëshmitar të tjerë, por një mesazh i vetëm që ajo ka shkëmbyer me të dashurin dhe ja ka paraqitur babait, sikur është kërcënuar së fundmi përsëri nga daja abuzues, daja në thonjza, sepse është vllai i njerëkës, me sa duket ka marrë edhe jehonën mediatike, fillimisht në Greqi dhe më pas në Shqipëri, për t'i dhënë dritë kësaj ngjarje dhe zë familjarëve edhe të viktimës, që e kemi bërë edhe një vit më parë. Mos të harrojmë që një vit më parë studio emisionit Me Zemër të Hapur ka bërë 3 emisione maraton, 3 emisione ekskluzive dhe kemi treguar gjithçka në lidhje vetëm nga familja Tarellari se çfarë ka ndodhur. Pak zë i kemi dhënë edhe familjes së Erion Pelivanit, por sot do dalin në sipërfaqe shumë të pathëna të nënës dhe xhaxhait të viktimës Erion Pelivani. Me mua në studio ditën e sotme avokati Arben Sina. Përshëndetje avokat, mirë se erdhët. Ju vini nga Zyra dhe shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, ndërkohë që jeni pjesë edhe e gjykatës së arbitrazhit, drejtuar nga avokati zotin Due Pietra, një nga bashkëpunëtorët më të vjetër, zëvendin e parë, të cilët janë shumë ngushtë me këtë emision prej dekadash. Faleminderit që je me mua në studio për të folur për një temë shumë delikate, por dhe shumë domethënëse nga ana ligjore, të cilën do ta diskutojmë edhe bashkë, sepse ditën e sotme nuk do të mungoj vetëm familja e Erion Pelivanit nëpërmjet zërit të xhaxhait edhe të nënës së Erionit, por do kemi mundësi të kemi edhe nga familja Tarellari, Fatmir Tarellarit, Kushuririn, djalin e xhaxhait, i cili dhe vitin e kaluar ka qenë pjesë e studios emisionit Me Zemër të Hapur. Duhet theksuar që përgjatë këtij viti Fatmir Tarellari ka humbur edhe babain, sipas bisedave që un kam pasur me motrën e Fatmirit në Greqi. Në krahun tënd do të jetë psikologja jon klinike Eksena Qerisi. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Evis. Ngjarje rënd apo jo? E vërtet, sa herë ka ngjarje që kanë në bazë abuzimin e të miturve dhe sidomos natyra seksuale e abuzimit, sigurisht tronditëse dhe është shokuese, dhe prandaj ne i rikthehemi edhe me detajet e reja për të kuptuar sa dinamike, sa e fshehur dhe sa komplekse është ky lloj abuzimi. Megjithatë nuk po flitet për abuzimin, sepse me sa duket nëpërmjet dëshmisë mësueseve, shoqeve të vajzës Fatmir Tarellarit në gjykat javën e kaluar të njëjtë dhe të premte me datën 9 dhe 10 prill, me sa duket abuzimi ka ndodhur, por një mesazh i vetëm drejtuar të dashurit të saj, duke ja paraqitur babait, sikur është shkruar nga Erion Pelivani, me sa duket ka marrë vëmendjen mediatike se sipas familjes Tarellari është kërkuar nëse do ishte nuk do kishte ndodhur abuzimi, do ishte fajtor vajza për manipulimin e situatës, nuk do ishte dënuar me 16 vite Fatmir Tarellari nga gjykata e shkallës parë me të drejtë ankimimi brenda vitit. Do flasim pak avokat dhe duke qenë se ka qëndruar një vit në paraburgim, ky vit i është ulur 1.2 me sa bëhet llogaria e paraburgimit në 14 vite. Pra, këtu jemi në tronditin që babai, absolutisht për të mos i dhënë zë vrasjes, apo dhunës, apo gjithë shkaje tjetër, një baba në kushtet të tronditjes ka bërë veprimin me kunatin e tij kur mësoi mbi abuzimin. Dhe këtu tashmë hyn në rol media, si në Greqi ashtu edhe në Shqipëri, dhe nuk janë të saktë në shpërndarjen e lajmeve, çfarë me shumë të drejtë e ka mërzitur pak familjen Tarellari, dhe unë pas pak do lidhem drejt për së drejti me zotin Astrid Tarellari, sepse Astriti është. Ta përshëndes Astritin atëre. Zoti Astrid, të përshëndes.
Mirdita, faleminderit që je përsëri mbas një viti me mua. Unë përgjatë gjithë kësaj kohe, zoti Astrid, kam qenë shumë e lidhur me motrën e Fatmirit për të mësuar të gjitha detajet e reja në lidhje me gjykimin e kësaj çështjeje. Mësova pra javën e kaluar që edhe babai i Fatmirit ka ndruar jetë, prandaj ju jap ngushëllimet e drejtë për drejta nga studio e emisionit Me Zemër të Hapur. Ju falenderoj. E di që është vetëm një mesazh i vetëm sipas hallës së vajzës, motrës së Fatmirit, që me sa duket nuk e kanë ndryshuar dinamikën e ngjarjes, siç është përfolur ditët e fundit edhe në Shqipëri, por edhe në mediat në Greqi. A mund të ma sqarosh përpara se dëgjojmë edhe nënën e Erion Pelivanit, që ka folur në një bisedë telefonike me mua dhe çfarë ka treguar zonja? Atëherë. Po. Unë për mesazhin vajza ka deklaruar dhe trupi gjykojës pas nuk e ka marrë në konsideracion të mesazh. Ky ka qenë një mesazh i ndarkuar psikologjikisht nga vajza dhe për t'i demonstruar babait të saj ka shkuar diçka e ditë prokuroria domethënë. Pra, zoti Astrid, se kam një problem me regjin, me zërin, nuk e di nëse regjia do të mundohet ma rregulloj pak të problem teknik. Pra, është një mesazh i vetëm që vajza komunikonte me të dashurin e saj, sepse absolutisht ka të drejtë si 18 vjeçare të kishte dhe ajo një jetë të ndërtuar, e kishte komunikuar një mesazh me të dashurin, me çfarë teksti, zoti Astrid, për ta kuptuar edhe ne, pse mediat në Greqi dhe më pas mediat në Shqipëri thonë që lajmin që hetime do marrin një tjetër rrjedh. Për çfarë? Çfarë kishte në përmbajtjen e atij mesazhi? Atëherë, atë mesazh e din vetëm ata që kanë lexuar. Ajo akur përshtirë. Në qoftë ai mesazh do të merrë në konsideracion, atëherë gjithçka do të ishte krejt ndryshe. Pra nuk është thënë në seancat gjyqësore me 9 dhe me datën 10, se çfarë përmbajtje ka mesazhi. E ka pranuar vajza mesazhin dhe kaq, nuk është lexuar mesazhi. Nuk është lexuar mesazhi, gjithsesi unë ju kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë, sepse pyetjet që unë i kam ndërtuar nënës Erion Pelivanit ka të bëjë pikërisht edhe me ju si familjarë, jo me ty personalisht zoti Astrid, sepse kam folur pikërisht për mënyrën e sjelljes në sallën e gjyqit. Ajo e ka dhënë versionin e saj, por ka dhënë edhe një tjetër version për gjithë zhvillimin e procesit gjyqësor dhe si ka ndodhur ekzekutimi i djalit të saj. Ndjekim nënën e Erion Pelivanit, dëgjojmë me kujdes zoti Astrid dhe rikthehemi për ta komentuar në këtë studio. Babai u bin se kunati i tij ishte ai që po i përdhunonte të bijën dhe i ngri. Alo, përshëndetje. Unë jam Ebi Sameti, drejtuesi e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Do doja të dija si jeni ju lidhje me gjithë ngjarjet e fundit që mori një tjetër rrjedh historia e të ndjerit Erion, si jeni ju njerë, si u ndjet? Si të ndjemi, si halli që na zuri, si që dëgjuat në fillim edhe tani në fund, ngjarjen ju jeni më të qetë na neve, ne jemi prindër, si të ndjemi neve në këtë situatë. Elona si është, djali? Po si do jetë Lona, si halli që zuri Lonën e ne të gjithë. E qartë, po bashortja e Erionit, vajza që lindi? Po, mirë, si atje me erdhi nusja me gjithë të 2 fëmijët e pata këtu. Po. Miri ka fëmijët. Miri ka. Si u zbulua situata, si u zbulua? E gjykuam dhe si prindër thamë që pse dhe ore djalë t'i bën një këto gjëra, tani dolën gjërat e vërteta e nxori shteti grek këtu në këtë vend që jemi, si të keni dëgjuar, edhe çfarë të themi neve tani. Po si është e vërteta që vajza kishte... Po, keni të drejt, po si është situata që vajza kishte sajuar gjithçka në lidhje me djalin tuaj të ndjer? Me djalin tonë, si ajo e tha, si që dëgjuat juve, se ju keni dëgjuar me shumë i çukë, se çfarë të them, sikur i kishte marrëdhëniet me djalin tonë dhe drejtësia në telefon. Nuk i doli djalit asnjë gjë lidhje me çupën e atia. Asnjë të tëra të drejtat ju dhanë djalit ton, nuk doli asgjë. Të gjitha të njështra, me të u lise se qa beri ajo e ti, dhe ja hodhi djalit ton.
E qartë. Por me datën 9 prill ishte gjyqe, apo jo? Ai dënua me 16 vite, Fatmiri. Po. E kuptoj. Pra, u pranua që mbi vajzën ishte abuzuar kur ka qenë e vogël? Jo, më që po s'kise fakte më t'i cupë. Qa fakte kiste ajo, kuj kiste fakte te në telefonin tëra. E kuptoj. Pra, me kë komunikonte ajo në telefon? Të gjitha të falsifikuara, të gjitha të njështra. E qartë. U zbërtue telefonat, edhe i cupës edhe i djalit, edhe telefoni akoma është e policia. Telefoni djalit, se e kërkova unë si nen, thasë dua ta kem për kujtim që përsa e kisha djalin, ti shikonja e sa akoma te policia u zbërtue u bërti e ti dhe nuk i gjetën djalit asë një gjë. E kuptoj. Asë kontakt me cupën, veri qa beri ajo e ti. Ishte pregatitur qa kishte berë dhe i beri i gjoja si kur i kishte me djalin tonë. E qartë. Falsifikime. E qartë. Me gjitha të, unë do doja të dija pak nga dita e ngjarjes, me sa mbaj mend zoti Abazi kishte thënë Erionit, mbasi hëngri dhe piu me Fatmirin, që shkon ndihmoja, apo jo? Dëgjova që cupi, me Abazin isha në shtëpi të dy. Po? Ai kishte marrë cupën tonë gruan e tia. Po. Ai që më vrau djalin, vrasi. Fatmiri, po. I kishte Lona. Po. Jam të fabrike cimentos, me sprisur makina, me sqarë rota, lastiku. Aman, binte dhe një shiurem të thoi eri, thoshim djalin. Po. Thoi eri të vitë më ndimoj. Po. Se kishin ja 3-4 muaj nuk flisin për gjera kopi. Qartë. Me cunin. Thoi eri, po deti unë kuti se njeri u tjetër, thoi të vinë të ndimoj. Po. Miri që se supa se unë s'kam me ca të vijin, makinën e kishte aji. Dhe mori, mbylli telefonin me atë dhe mori djalin ton, vllain e saja. Dhe i thot, eri kështu Fatmiri e se fabrike cimentos, ka ngelur, e shprishur makina, në sis keqen motra, i ke ndimoj. Edhe i kishte suni, po mirë do vete. Mbasi mbaroj telefonatën me cupën tonë dhe motrën e ti, djali na morin telefon, mori ne të dy kishin telefon, mori Abazin, baban e tia. Na jo që nuk fliste dhe isa, o babi, sa këshu, sa më njerë Fatmiri, sa në telefoni e sprishur, si toj sa makina, sa atjet e fabrike cimentos, të vete apo jo. A i quni i pyeti me që fliste që ti ulem apo jo. Po, e kuptoj. E kuptoj? Po. Edhe isa Abazit, keqen babi iki sa i tashi lere ta që nuk, dhe për një copë shtëpia atje vete soj dhe i ben lafet, e soja të 2-3 ditë ku vajti në Shqipëri, edhe me vllain e ti ben salate atje, vete për këtë nuk qiste, 3-4 muaj të foli, ishtë keqen babi isa Abazi, po siko eri isa, më për shtëpin sa, mos i besha ma tata, jo, babi, e qatë bej, i mori me ndim që ti vete me që s'fliste, se që një ri. Ishtë keqen babi, ishtë ndimoj, se po që ndimove ti kur të ndimoj. Edhe unë futa edhe gjithë gjova këtë fjallë që të thasë, edhe futa kokës të telefoni që po flisin të dy atë e birë, i thasën të keqen mamaja, ik biri mami, i thasë. Ne u gëzuan tamë që të flisin edhe të shkoni, se prindin gjithmonë puan që ti shtrojnë gjerat, jo t'ja qaroni. Ik keqen mami, i thasën, ndimoj, bej se gjynaj, thasën, leri atë gjera, jo, mama, më tha, ma po mbyllë, tha se to vete, tha se to pjeshisa, edhe po më kretë. Vajti djali e priti plumi. Kjo është ngjarja dhe historia e djalit tonë. E kuptoj, më vjen keq shumë. Me që më pjetë të sqarova me që qupë. E kuptoj. Dhe besoj se ju nuk e keni arritur të shikoni mirë kufomën, besoj, jo? Po nuk e zikoj ta mo jo, që më dhe kërkova pjesi që kini lidhur qulli me atë që vonë, që më thanë nuk do të hapim, se ka asim për doktorët e me ilate e këshu, kur e pas fjallin ditën e gjyshit, shkë fotografi, që i kiste dhe kokën qop. Po që e pas djallin, se djallin nuk u përtova fare hiq.
Edhe me këto fjalë që i thash, si sot ashtu, E kuptoj. Jetën fotografin që i dha avukati gjykatës atje e ka se nuk e di se qa bera për saj. E kuptoj. Më morën më ngritën e se ku më quan ata e din. E kuptoj. E kuptoj. Kjo e situatë e njarjes që për sa dinim ne da zini ma zgje. E kuptoj. Quan djali për ndim, ajna e vrau. E qartë. E kuptoj dhimbjen tuaj dhe më vjen keq. Po, Elona, si kishte marrëdhëniet me vajzat e Fatmirit? Po kërë kishte Elona miri, kishte marrëdhëniet atje, je punonte, zitonte, bente, i ushqente, bente punët të tëra, ja këto. E kuptoj. Dimere se sa që vini pa I ka trajtuar mirë vajzat, apo jo? Më që i qupë. As me një, as të një. Po. Më flet të këtej përgjigje. Unë isha vetë këtu me 12 vjetë moj. Po. Plus qupa unë qeva dhe vetë me si familje që detor moj në ndimonin se tosh me hetë rritën fëmijet edhe të qetësojnë edhe këta. E i tosha dhe Fatmirit sa herë. A i pa kujdesën fare si baba. I tosha, ore Fatmir, vite na puna shkonte për gjuhet ti me derra. Ore mos shikotën ledhës derra, po shikon gjithë fëmijët, se qupa vinte punonte në orën 12 me punë, si qishte puna. Edhe quni u ambanja unë, edhe qupën e vogël që më vrau djalin, me gjithë qupën e qupës i mbanja unë, vinja lartë e poshte shtëpia, u ndimojna, u gatuanja, u nxisja roba, se 5 fëmijë brenda, ata vinin punonin. A i thoshte, Dafin, apo që ato e tjetër, se s'duken këtejna unë mos t'i shohun me sypa, se me hengrën me njallën kancerin. E qartë. Si? Pas ngjarjes, tentoj Fatmiri të fliste me Elonën? Po pas ngjarjes po, kishë marrë në telefon, se i thoste që ishte të rëndë që s'tem, i thoste Elonës ky, edhe nuk e di video që ka, po dolen ato video që si s'mla po si qupa. Video që ka që sem që po dolen ato video ku të vete unë i ziu. Qa esti që stenore, qupa est në gjendje të rëndë, thoste ky, po do vi unë që sten qupa, të vi edhe unë ta shikot. Jo, Lona mos hajde ti, se nuk pranon njeria jo atje, nuk pranon qupa njeri. E qartë. Lafosën që lafosën, ata e din pregatitjen e skemën që ben, mori në darë pasaj që sishtë ta, se mori Lonën në telefon ky, Fatmiri, i kistem, Lona kistem, ajo ngjarja i kistem që të lafosën ty e për qupën, shkaktare est dhe vlajot. Qa thoj ty i tha qupa? Ja këshu të them. Në qoftë se vëllaim është në atë ngjarje si që thoj ti i kistem qupa, ne do vëm të dy, do ankojmë edhe unë e ta qenë vëlla, mos ta bente atë, do vëm në polici të ankojmë shtetit, ta marin ta pusin brenda. Jo, i tha qupës a i. Shtet u bera vetë unë kistem dhe unë e vrava. Unë ta vrava vëlla. Ashtu i kishte thënë, no? Ja kështu të jesë e bindu. Unë ta vrava vëllan, shtetu bera vetë, nuk t'ja la shtetit, e mora vetë shtetit në dorë dhe unë ta vrava vëllan. E kuptova. Ku jam? Ja kjo e situata. Po pasi shkoi në burg Fatmiri gjatë kohës e timeve, ka tentuar ta telefonoj Elonën të pyesi për djalin? Për djalin e ben me gjyqa ta, nuk e di e që qupë e kërkoj me gjyqa i për djalin. Po? Ben gjyq që e takonte dhe fiste në telefon me qunin. Po divorcin e kanë bërë? Është ndarë? Divorcin e kanë bërë? Zgjedhjen e martesës? Se s'ka përfunduar. Nuk ka përfunduar. Po gjatë gjyqit kur shihet me Fatmirin Elona, si është sjellja e Fatmirit përkundrejt jush, që jeni në sallë gjyqit? Në gjyqit sa do të ose, ato gënjeshta që ta, ato pa, më pa qupa kësuta, më beri qupa kësuta, unë zdurova dota e vrava, ato që hapi, ato pa. Dalim në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Është zoti Astrid që ka dëgjuar gjithçka dhe do sqaroj gjithë situatën pas rrëfimit të nënës Erion Pelivanit në studion e emisionit Me Zemër Tapur.
Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur. Është dëgjuar rrëfimi për herë të parë. Në fakt, mbas një viti ka thyer heshtjen nëna e Erion Pelivanit dhe gjithçka është dëgjuar nga zoti Astrid. Zoti Astrid, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Unë kam bërë disa pyetje specifike lidhur edhe me gjithçka që unë di të paktën nga motra e Fatmirit, por edhe nga ju se çfarë ka ndodhur të njëjtën dhe të premten e kaluar në gjykatën e Larisës. Çfarë ke për të replikuar në thonjza, sepse zonjën nuk e kam në transmetim që t'jeni përballë njëri tjetrit, unë e di që ju jeni i afërm edhe i familjes së Erion Pelivanit, apo jo? Po, patjetër. Atëherë, kush është situata? Çfarë nuk u tha nga zonja apo çfarë u shtrembrua nga kjo zonjë? Atëherë, para se të gjitha është dhe një vit përpara unë i kam shprehur ngushëllimet e mia për familjen, se sinqerisht u kam shprehur dhe u shpreh përsëri, ajo është një dhimbje e madhe dhe unë nuk jam dakord kurrë domethënë me vrasjen. Edhe s'do të jem kurrë me vrasjen. Po. Ajo që ka ndodhur, sipas fjalëve të njëjtë apo tjetrit, për momentin nuk më intereson as pak fare. Më intereson, domethënë, ato ditë që unë kam qenë në gjykatën në Larisa. Po. Për sa kam dëgjuar në gjykatën në Larisa, që i kam qenë vetë prezencë aty, nuk është se vajza nuk është përdhunuar. Vajza është përdhunuar dhe nuk mund të thuhet për shembull se kjo është vrasje tjetër, nëse, okej, Fatmiri ka bërë shumë gabim dhe thash edhe një herë. E ka pranuar gabimin dhe në sallën e gjyqit që ka bërë vrasjen dhe ka shprehur s'duhet ta kisha vrarë. Po. Duhet ishte ai këtu në sallën e gjyqit dhe jo unë. Po. Dhe këtu duhet jepte llogari. Po. Për atë çfarë ka bërë. Është kthyer nga prindrit e ishtuses dhe ju ka kërkuar falje. Po. Unë nuk dua të merrem me lojra fjalësh, domethënë çfarë i tha kjo, çfarë i tha ai, se janë debate, domethënë një pjesë duhet besojmë pjesën tjetër dhe pjesa tjetër duhet besojë atë që duhet besojë. Por ajo që ka folur në këtë rast është gjykata. Pra, në rast se, po. Të lutem, në rast se Fatmiri dhe vajza e Fatmirit do të shpifnin dhe do të arrinin në atë gjendje, atëherë gjykata do ta dënonte me burgim të përjetshëm. Dhe kjo nuk ka asnjë pikë dyshimi. Po. Dëshmimtarët u dëgjuan dhe dëshmimtarët jo se sa gjë, po u thanë shumë gjëra. Për sa i përket trajtimit, unë nuk i kam dëgjuar, unë i dëgjova në sallë. Nuk i dëgjova domethënë as nga Fatmiri, po i dëgjova nga thënat aty në që janë të keq trajtuara vajzat. Dhe njëra vajzë ka qenë atje dhe s'kan qenë dy të tjera që i ka rënë peshë atyre dhe ato kanë bërë spektakël. Po. Fatmiri deri në atë periudhë i ka ndihmuar edhe Tiatin, edhe këtë djalin, e ka mbajtur pranë, ka punuar me ata dhe Fatmiri ka qenë ai që ka sakrifikuar. Po. Fatmiri se të vërtet që merrej vetëm me gjah. Po. Fatmiri punonte, bënte edhe dy punë. Shkonte, punonte për atë familje. Në gjyq, në qoftë se thash edhe një herë do dënohej me burgim të përjetshëm. Pretenca u dha, ishim prezentë ne aty kur u dha. Po. Dhe u dha për 14 vjet. 2 vjet janë çiftja, modifikimi çiftes, dhe që nuk hyn fare në proces. Po. Po në 14. Dhe në 14 sigurisht që është menduar dhe nuk është e vërtetë që nuk u tha apo e tha e kundër, tha që kjo vajzë ka shpifur. Nuk ka shpifur për një mesazh, se vajza është dhunuar që është në moshën 9 vjeçare. Dhe vajza, dhe jo unë, po vajza ka deklaruar në gjyq përpara gjyqit që prezent kur unë jam përdhunuar për herë të parë e ka kap vetë ish grua e Fatmirit. Dhe nuk është bërë zë kjo punë, është bërë e fshehur. E tha vajza, nuk e tha shumë, në gjyq, sallë gjyqit. E deklaroi shoqja e vajzës dhe nuk e tham ne. E deklaroi mësuesja dhe nuk e tham ne. Të gjitha këto fakte dhe të tjerë dëshmimtarë që folën aty, nuk është se folën për asgjë, folën për diçka. Dhe kjo diçkaja nxoi në përfundimi që vajza është dhunuar, Fatmiri sigurisht është fajtor, dhe është fajtor, se ka bërë një vrasje. Po. Mirish mos ta bënte vrasjen dhe u dënuar me 14 vjet. Në qoftë se do të ishin gënjeshtra, ti je bindur se drejtësia greke nuk të falë dhe të dënon. Pra, abuzimi ka ndodhur, zoti Astrid, vetëm dua të di edhe një herë për gjithë mediat në Greqi dhe më pas pasimi i mediave në Shqipëri. Jo më kohë t'ju pyeta për përmbajtjen e një mesazhi të vetëm që me sa duket, vajza në momentin që ka thirrur babain ka shkruar me të dashurin për çështjen e kërcënimit, apo jo?
Jo, këtë mesazh kush e zbuloi? Kush në ata zbuloi? Thash edhe një herë drejtësia, mesazhi doli atje dhe ju a tregoj domethënë prokurori që ky mesazh ekziston. Siç ekziston, më fal, që vite më përpara, pas vitit domethënë 12-13, vajzat kanë marrë në telefon kryqin e kuq për këtë problem dhe telefonata ekziston. Dhe më mbrapa është bërë telefonat tjetër tentativ nga vajzat, për të kontaktuar dhe për të dhënë ndihmë dhe kjo telefonat ekziston. Këto janë fakte. Qartë, pra, unë ndalova tek mesazhi i kërcënimit. Pra, ku i kishte lënë parat vajza, Fatmiri shkoi për ta takuar, ajo studionte dhe aty mësoi që parat ishin harxuar për t'ia dhënë pikërisht abuzuesit të saj sepse e kërcënonte. Ky me sa duket është mesazhi. Po, më fal, pikërisht kjo ka qenë situata, sepse vajza asnjëherë nuk ka folur, sepse kanë pas frikë. Se Fatmiri nuk është se ka qenë më shumë i lidhur me vajzat, po ka qenë i lidhur me ish nusën dhe me familjen e këtyre. Pra, dhe kjo ka qenë zgjedhja e tij, më fal, ka qenë zgjedhja e tij, se me këtë do të mbante kram shumë me vajzat apo me për t'ja sqaruar pak publikut, zoti Astrid, pra, vajza është shfaqsuar tek babai për kërcënimin. Kërcënimi nuk ka ndodhur, por ka ndodhur abuzimi dhe për këtë abuzim ndër vite dhe ndihma që ka kërkuar jo vetëm vajza, po dhe motra e saj, tek kryqi i kuq, tek psikologja e shkollës, tek mësuesja, tek shoqet janë pasqyruar sepse Fatmir Tarellari, duhet thënë, ekzekutoi Erion Pelivanin, kunatin e tij për abuzimin, jo për kërcënimin, që me sa duket pas ka qenë një manipulim i vajzës në tensionin sipër, ka shkruar me të dashurin dhe aty e ka shitur sikur po e kërcënonte Erion Pelivani. Dhe duhet ta bënim këtë sqarim. Atëherë, a mund të më thuash çfarë ishte ky shpërthim i mediave në Greqi apo i gazetarëve në Greqi që më pas u pasua edhe në Shqipëri? Pse? Më fal, të sqaroj. Po. Pak më parë, sapo dëgjuam që u prezantua si daja e vajzës nga ana juaj. Ai nuk është daja e vajzës. Po, daja në thonjza është kunati i Fatmirit. Vllai i Njerkës. Vllai i Njerkës. Thuhet në thonjza, jo daja, sepse ai është çfarë daja është. Zoti Astrid, e kanë thënë edhe termin vllai i Njerkës, të lutem, të mos kapemi vetëm këtu. Daja në thonjza ose vllai i Njerkës. Po se s'do mbaj përgjegjësi për të tjerët. E kupton, nuk mbaj përgjegjësi për të tjerët. Më fal, ju e keni thënë sakt. Po dije, jam vënë me gazetarë të cilët ishin jashtë çdo situate, flisin gjëra që po dëgjoj unë një llaf edhe po flas. Po nuk është ashtu, se është mëkat të flasësh gjëra që nuk të takojnë. Mirë, nuk do marrë përgjegjësitë e të tjerëve, zoti Astrid. Unë jam marrë drejt për drejt me këtë çështje dhe ti e di që vitin e kaluar kemi qenë bashkë, kam qenë me një familjar tjetër që folin në emër të nënës Erionit, zërin e nënës Erionit e kemi sot, pas pak kam edhe Xhaxhain, kam folur me avokatin grek, në kohë rekord kam bërë edhe përkthimin, prandaj puna është kolosale emisionit me zemër të hapur. Dhe unë për gjatë gjithë këtij viti, ju e dini dhe me kushurinë tuaj, me vajzën e Xhaxhait, unë kam qenë ngushtësisht e lidhur, jo me këtë ngjarje, por me të gjitha ngjarjet mbaj përgjegjësi që trajtoj në studion e emisionit tim. Prandaj... Bisi, nuk po them se ti ke gabuar. Jo, dua të di, mendimin tënd si zoti Astrid, pse ky shpërthim i mediave në Greqi, që më pas u pasua edhe në Shqipëri, me çfarë tendence dua të them? Se dëgjova dhe nënën e Erionit, ajo është nënë, por në bisedën që unë zhvillova ditën e djeshme, ajo përjashton abuzimin dhe kjo më dhëmb më shumë se gjithçka tjetër. Po shiko, në qoftë se të dhëmb ty ka folur drejtësia. Drejtësia, thash dhe një, në qoftë se nuk kishte ndodhur një gjë të tillë, Fatmiri do të ishte dënuar me dënim të përjetshëm. Dhe nuk do të ishte dënuar 14 vjet. Ku e ke parti të vrasësh njëri të dënohesh 14 vjet? Ekziston kjo sipas jush? Jo, absolutisht që dënimi kuptohet sepse ka ndodhur. Mirë, në bisedën me nënën e Erion Pelivanit, zoti Astrid ajo përmend një fakt, që marrëdhëniet e Erionit, e viktimës, dhe Fatmirit ishin prishur përpara vajzës. A di ti pse ishin prishur këtë marrëdhënie? Sa që Abazi, babai i Erionit, i tha, po shko se po të kërkon ndihmë? Jo, unë për këtë gjë nuk kam dënë fare. E qartë. Mirë, megjithatë nëna flet edhe për, ju do dëgjoni pas pak edhe Xhaxhain e Erionit, i cili ndodhet në Shqipëri, tregon edhe për shpërfytyrimin që i është bërë Kufomës dhe kur është paraqitur kjo foto e shpërfytyrimit të Erion Pelivanit në sallën e gjyqit, të gjithë kanë refuzuar për ta parë, nuk e di, domethënë, nëse mund të ma shpjegosh pak këtë moment.
Atëre, fotoja është dënë. Sigurisht nëna ka reaguar se është nënë. Unë isha me atë në këtë moment, se fundit që ka një zëmë nëne. Por e mira është që të kuptojmë, nëse ka ndodhur dhe ka ndodhur, duhet ta pranojmë dhe nuk kemi dakord me vrasjen. Nuk kemi dakord as pak me vrasjen. Dhe ka ndodhur vrasja dhe gabimërisht ka ndodhur. Gabimërisht ka ndodhur vrasja. Por dhe përdhunimi ka ndodhur. Dhe duke qenë se edhe përdhunimi ka ndodhur, duhet jemi realist. E kuptoj dhimbjen e atyre, e kuptoj dhimbjen e të dyve atyre, e kuptoj shumë mirë. Kam dhimbje më të madhe te ajo. Problemi është që me gjaktësi kjo punë ka ndodhur. Qartë. Nuk ka vajza, nuk 9 vjeç nuk mund të trillojë dhe mund të bëjë një film thriller. E qartë. Janë marrë edhe dëshmia e vajzës, ka pasur edhe dëshmitar që gjithë secili prej tyre prej 2 orësh ka dhënë dëshminë si mësuesja shoqet. Mos e përsërisim edhe një herë, janë zbardhur tabulatet me kryqin e kuq, e me gjithë shka tjetër abuzimi ka ndodhur, vetëm ne e zgjidhëm sot se kush është ky mesazhi. Është mesazhi i fundit kërcënues. Këtu. Pra, Fatmiri nuk e ka vrar kunatin e tij për sa i përket këtij kërcënimi të fundit, por për gjithë aspektin çfarë ka ndodhur që nga mosha 9 vjeçare. E ndjekim pak edhe xhaxhain e Erionit, të lutem, edhe futemi përsëri bashkë, se nuk më ka folur avokati edhe psikologja ende. Ndjekim xhaxhain e Erionit dhe rikthehemi në studio. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si është gjendja tek familja e të ndjerit tek Erionit? Ka ndryshuar i gjithë versioni që është dhënë një vit më parë, në fakt, për nipin tuaj. Vajza ka stisur telefonatat me të dashurin dhe është thirrur sikur është i ndjeri Erioni, nipi juaj. Doja të flisja pak. Se unë nuk jam në Greqi, po na njerëzit që kam në Greqi. Po. Të gjithë mediat greke, para 10 ditës se të fillon të gjyqi, se gjyqi ndatë nëndë. Po, e di. Para se të fillon të gjyqi, u shfaqë të gjitha mediat të në Greqi dhe thanë që e ndryshuan, do më thënë, sepse Qupa ka apo zvarë dhe ka, për të tjerë dhe ka edhur Erionit. Qartë. Kështuaj me, do më thënë, viktima, a i me gjaktëpsi, si ka thënë fara se mbesës tonë gruastia, nuk i ka thënë asgjë, po ka vajtur atje, ka ngrenë, ka pirë, ka me gjaktësi, pastaj ka vajtur, ka marrë armën, ka vrarë, do më thënë, edhe vlajim të qanë shumë tani, do më thënë, sepse unë i thash me gojnë time që ishe i lodhur djallit, i thash ik ndimoje, dhe e dërgova për ndihmon, ai e kishte pritur atje për të vrarë dhe që e vrau. Po nuk e pan fytyrën, se nuk i kishte lënë në fytyrë, thanë e kishte bërë, domethënë nuk shkoi fytyrë atje, çka kishte njeri apo çka ishte. Domethënë e çova një teatër masakre madhe. Po. Dhe keq. E që të them me pasaj që unë jam në Shqipëri, po me ato që më kanë thënë mediat në Greqi, tani e dëgjoj se unë jam i smurë nga syt, nuk shikoj do televizor, po kam dëgjuar të 2-3 ditën që po gënjeshtrohet dhe po thohet tani kjo që po thoj ti. Dhimbja juaj si xhaxha? Po dhimbja jonë tani është dy fishi tani që çdo njeri, dy fishi kur doli një realitet, dhe në gjyq, siç më thanë, telefon, sa unë dhe në gjyq, kur kanë treguar atje që gjatë për gjyqit e kanë treguar fotografinë atje, që kështë masakuar ai atje, do më punazës time ka rëndësik dhe nuk në zi e ka përmendur që njeri sa gjithë edhe gjyqi ka heshtur. E kuptoj. Edhe kur e ka marrë telefon, ai vllai dhe kunata vetëm asgjasa, vetëm qajnë, nuk sa të them zonë jeta ime kjo kam të drejtë një diçka. A keni folur ju me vllain dhe me kunatën? Po të ma bëjnë diçka dhe të shkojnë djali viktim, që unë nuk e di e qyshe të epës. E kuptoj. Me vllain dhe me kunatën, keni folur së fundmi si është gjendja e tyre? Jo, ka folur për di, ka folur dhe vetëm qanin edhe që të them, vetëm qanin ajnë që ranë të fikre tje me zje përmendën. I ranë të fikre dhe nuk të shonës, vetëm qanë, sepse më bërë një diçka djali miku dhe më bëjë pa drejt, një diçka që nuk ishte. Po me mbesën, ke folur me mbesën? Po ka folur edhe me mbesën, ka folur. Mbesa thot që unë
Ne atje kur që besa që moni na 3-4 vjeçë dhe i rriti këto çupa i rriti bëri domethënë gradë unë tani që tjetë një njeri 15-16 vjetë në shtëpi dhe mos diktojnë diçka që asgjë, domethënë vetëm sa i rriti ato nisha me shpirt dhe kur vjen puna, domethënë i vrau vllanë dhe pastaj tha alo kush je Elona po ta vrau vllanë edhe kaq. E kuptoj, po djali si është? Djali Elonës, djali Fatmirit. Djali shumë mirë tani, unë nuk jam atje. Ka kuptuar diçka nga situata? Po, djali janë shumë mirë, nuk e di, nuk kam labos me djalin. E kuptoj. Por gjyqi që është zhvilluar me datën 9 prill ka vendosur 14 vite heqje lirie për Fatmirin. 16 vite hequr. Po. 16 heqim edhe këto 2 vite që ka qëndruar para burgimit. Dhe bile dhe nuse ti ja që nusja është drege, do më dhe kur kam tekur e i, do më ka qenë ka zane 2 muajshë e hoqë atë, dhe në gjyqë që ka thënë atje që kur bërë të një 6 muaj qupa, që i ri për e të parë, o babi, tani ku t'ja që junë babi, tha, ku Gruaja e Erionit, ku qili ti themon të tregoj babi tani, që u vëra babi pa drejt, e kuptoj. E shumë gjera të tjera, E kuptoj. Para që ditë më thirë o babi, tani kujtja që i babi, si të themon për babi, ku së rritë sa 2 fëmijë tim, përse miku babi. Qartë. Situatë në fakt shumë e rëndë, nuk e di në qoftë se vazhdon të jetë zoti Astrid drejt për drejt në studion e emisionit. Atëherë, t'ja pak fjalën avokatit për të sqaruar gjithë situatën, ju kemi dëgjuar juve, kemi dëgjuar nënën e viktimës dhe xhaxhain. Arben, tani, në lidhje avokat me gjithë shka që u tha, dënimi për t'i bërë një sqarim edhe audiencës, pse ka marrë 16 vite, në 14 vite është përkthyer, sepse është edhe paraburgimi i këtij viti që llogaritet një ditë paraburgim me 2 ditë burg. Tani e sqarojmë situatën, sepse mediat kanë thënë që është manipuluar situata, por që nuk është kështu. Si pas medjave? Por mediat flasin sepse nuk e kanë detyrimin ligjor që të thonë të vërtetën dhe marrin një fakt dhe e shqellojnë pastaj sepse kështu është drejta e informimit. Kurse nga ana gjyqësore, çështja për shembull është e drejtë familjes normalisht kanë pikëvishtrimet e tyre dhe këtu ne po japim drejtësi njerëzore dhe drejtësia njerëzore bazohet vetëm në faktet që janë mbledhur gjatë gjykimit. Por në pikëvishtrimin e gjykatës, dënimi i dhënë është një dënim i drejtë sipas mendimit tim. Sepse normalisht nuk ka ndodhur, çështja nuk ka ndodhur sepse ka paramenduar ose ka patur diçka, ka ndodhur sepse ka qenë në shqetësuar shqetësimi i madh. Me fjalë nuk ka patur probleme psikologjike, që cilës çdo prind në ato momente mund të ndodhi, sepse do të përcaktojmë sakt aty, këtu nuk kemi problem. Pra se Fatmiri duhet ta rikthejmë në memorien e teleshikuesve, Fatmiri ka parë video. Pra vajza i ka pasur video dhe videot ja ka dërguar ai që i ka bërë dhe që ka abuzuar mbi vajzën. Duke parë video të babaja. Në shqetësimin e sipër, në natë e sipër ka ndodhur fakti. Prandaj ai kanë dhënë rrethana lehtësuese, sepse ai është dënuar për vrasje, dënuar si për vrasje me dashje. Por nga dënimi që është dhënë, janë ulur 1/3 e dënimit duke i dhënë rrethana lehtësuese, sepse nuk ka qenë sepse ka qenë nga ana psikologjike i qetë ose ka qenë sepse ka qenë i shtyr nga ato që ka parë, me fjalë nga inati, nga dhimbja shpirtërore që ka ndodhur dhe në ato kushte ka bërë vrasjen. Pra, si do që të kenë ndodhur vrasja, pastaj nëse është shëmtuar, ka kaluar përtej asaj, po normalisht që njeriu kur vret, i hip gjaku dhe bën veprime më me fjalë të kalon atë që do të bënte. Pra, këto nuk ndikojnë shumë tek t'ja rikujtojmë edhe një herë teleshikuesve pikërisht për çfarë SMS-je bëhet fjalë, pra e zonja e shtëpisë me qira ku rrinte vajza e cila kishte shkuar për studime në një tjetër qytet, jo në qytetin e Volusit ku jeton edhe babai, ka deklaruar që nuk është paguar pagesa e qeras për disa kohësh dhe Fatmiri i merakosur si baba që ka luajtur edhe rolin e nënës sepse vajzat kishin humbur edhe nënën e tyre, shkon për të biseduar me vajzën. Dhe shkëmbimi i mesazheve me të dashurin, sikur është kërcënuar që këto para kanë shkuar sepse ai e shantazhonte, është ky mesazhi që më sa duket flasin mediat së fundmi. Këtu duam të ndalojmë. A rrezikon që vajza për këtë lloj
manipulimi? Ky mesazh ka qenë gjatë proces, gjatë fazës hetimore, patjetër që ka qenë, tani ka dalur në gjatë gjykimit dhe normalisht merret e kanë marrë. Por nuk ndikon shumë ai mesazh në gjendje gjyqësore. Nuk ndikon tek gjykimi i Fatmirit, por a do të ndikojë tek vajza? Edhe tek vajza nuk ndikon aq shumë, sepse vajza ka qenë në gjendje ka qenë e dhunuar që në moshën 9 vjeçare. Dhe rrugën se si e ka zgjedhur ajo për të shprehur atë gjë është diçka tjetër, për fjalë që nuk ka influencë shumë të madhe në ndoshta gjeti momentin jo të duhur duke e manipuluar këtë fakt. Kemi edhe disa gjëra tjera sa dolën sa dëgjova. Këtu kemi që njerka në këtë situatë ka qenë njohuri që në moshën 9 vjeçare. Po mirë, nëse kjo është trajtuar, kjo familje zgjeruar nuk ka funksionuar mirë. Atëherë, nëse për vajzën për këtë mesazh të manipuluar që fliste me të dashurin dhe sikur e shantazhonte Erion Pelivani, po flasin mediat, atëherë fakt shumë i rëndë është që edhe motra e Erionit, Elona, gruaja e Fatmirit, e paska ditur dhe e paska parë. A do ketë dënim dhe për Elonën? Nuk e di se do kryen hetime dhe do hapen, por dënime faktikisht aty diçka ka, sepse vepra penale ka. Ti ke qenë ke patur dhe nuk e ka bërë kallëzimin e krimit, me fjalë ke mos kallëzim krimit. Ama kushtet rëndicët baba i cili jo vetëm që vajza i rrëfehet, por shikon edhe video, pastaj këtu është. Pastaj tek dënimi, siç e thashëm përpara, me fjalë vendimi i gjykatës greke është vendim normal, se edhe po ti çekton në Shqipëri, në çdo gjykatë të botës të ishte, ai vendim do ishte marrë. Ai vendim do ishte marrë. Nuk do kishte ndonjë vendim tjetër, sepse normalisht nuk ka ndodhur sepse në gjendje të qetë ka qenë në gjendje të qetë, ka qenë në gjendje të shtyrë nga vindje. Në kushtet e një tronditje të thellë si qike, dalim në hapësirën e dytë publicitare, vazhdon zoti Astrid të qëndrojë në lidhje të drejtë për drejtë, sepse do kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, ku do flasi edhe psikologja Aksena Qirici, por do dëgjojmë edhe zotin Astrid për detajet më të fundit në lidhje me këtë ngjarje. Publicitet. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, lidhe me zotin Astrid. Zoti Astrid, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Ke një koment të shkurtër në lidhje me atë çfarë komentoi avokati ynë zoti Arbensina në studio? Shiko, nuk kam asnjë lloj komenti, perché më fal, sepse i ka vetë gjitha gjërat ashtu siç janë. Të vërtetën. Por desha të flisja diçka ta tham përpara nga Xhaxhai. Po. Shiko, e vërtet që nusja e të ndjerit tha ato fjalë në gjyq. Po. E vërtet është. E vërtet që jema, domethënë, e vajzës nusës, domethënë pati probleme kur doli ajo, po jo se u ndërprej gjyqi. Gjyqi vazhdoi me që po. I vetmi aksident që u bë aty në sallën e gjyqit ishte një dëshmimtar nga ana e jon, domethënë ana e vajzës, që tha disa fjalë të papërshtatshme. Po ishte dëshmimtari, jo ne. Dëshmimtari ishte, nuk ishte ne. Ishte një dëshmimtar grek, ishte nga diçka që e papërshtatshme. Që edhe ne nuk e pëlqyem, nuk është e pëlqyem ne aty. Të si foli. Qartë. Kështu që në qoftë ne do të nisemi se çfarë tha nusja e tij, do të themi dhe çfarë tha vajza. E qartë. Për njerëkën e saj. Atëherë, a mund t'i themi këto të dyja me shumë pak fjalë se duhet të rikujtoj për teleshikuesit se çfarë ka thënë edhe avokati i mbrojtjes një vit më parë i zotit Fatmir. Po. Çfarë tha Elona në lidhje me vajzën, por çfarë tha edhe vajza në lidhje me njerëkën? Tani, aty më shumë, domethënë, ish nusja e Fatmirit foli domethënë për mënyrën se si u ekzekutua, mënyrën se si u veprua, tregoi histori ngjarje, na më kupton. Edhe për mënyrën e trajtimit të vajzës. Sigurisht thotë që unë e kam trajtuar mirë. Por çfarë thot vajza? Vajza thot të kundërtën. Dy të tjerat nuk janë fare në listën e këtyre, sepse edhe kur ka kërkuar njëra nga vajzat 20 euro, sepse ka pasur hall, nuk e ka ndihmuar as kurkush për 20 euro. E kuptoj. Nëse do të ishte një gjendje e mirë, atëherë këto 20 euro, edhe Fatmirin këtë pikë ka shumë gabim, domethënë sepse për fëmijën e vet 20 euro nuk ishin asnjë gjë për t'ia dhënë. Nuk e kanë dhënë. E qartë. Domethënë ato fëmijë ishin jetim dhe ngelën jetim. Deri në atë çast i Fatmiri u ngarkua psikologjikisht rënd, shikonte që në anën tjetër gjërat nuk po shkojnë as pak mirë ka fëmijët e tij, duke arritur deri në këtë pikën e fundit, sa shikoni, nëse ajo e ka pasditur, sigurisht që i ka thënë vllajt vet kujdes. Se normal që do t'i thotë. E qartë. Sepse e ka parë vet. I qoftë te, sepse vajza dëshmoi kështu. Nuk dëshmova unë.
Po, ja ta dëgjojmë edhe mendimin e psikologës tonë, sepse më duhet që në minutat e fundit do ma llogarisi regjia derisa të vijë edhe momenti që ne në fund të emisionit të rikthejmë edhe njerëz se çfarë ka thënë avokati grek i Fatmir Tarlarit në një intervistë ekskluzive për ne. Mendimi yt për këtë situatën sot, në të cilën ndodhet ku gjithë mediat gëlojnë dhe thonë është çështja ende në hetim, kanë kthyer 360 gradë hetimi, vajza ka shkëmbyer mesazhe me të dashurin në vend se sa me viktimën, me atë që ka abuzuar. Atëherë do doja të dija mendimin tonë. Është vërtet e vizë që me të drejtë zotëria e theksoi që shpesh media shkëput një element të hetimit dhe e interpreton atë sipas një vëmendje që do të marrë, sepse ky element, pra që vajza ka përdorur mesazhin si manipulim, sigurisht të rregjë vëmendjen, sepse ky element interpreton që vrasja ka ndodhur gabimisht, sepse abuzimi nuk ka ndodhur. Pra të gjitha këto janë një arsye për të marrë vëmendje mediatike, pra se çfarë ndodh me një njeri i cili e manipulon situatën sipas mënyrës së vet. Por, gjithsesi sistemi i drejtësisë analizon gjithë çështjen 360 gradë. Do të thotë që ky mesazh mund të ketë qenë një element i cili vajza e ka përdorur sepse ka qenë në kushtet e tronditjes kur e ka treguar ngjarjen që ka filluar që 9 vjeç, dhe sigurisht kjo nuk e përbën faktin që abuzimi nuk ka ndodhur. Dhe zotëria e cilësoi që abuzimi është faktuar. Pra, ky mesazh nuk tregon që abuzimi nuk ka ndodhur. Thjesht tregon mënyrën se si vajza ka reaguar në tronditje për të treguar diçka kaq madhore. Në cilën babai për një kohë të gjatë nuk e kishte vënë, se janë 90 vite. Pra një baba sigurisht tronditet që 90 vite ka ndodhur diçka kaq madhore dhe ai nuk ka mundur ta shohë. Pra kjo është ajo që çfarë ka tronditur median, që a mund të ndodhë një vrasje gabimisht, pra se këtë nën kupton pra që manipulimi që ajo mund ta ketë përdorur në mesazhet me të dashurin e saj, e ka përdorur si argument shtesë mbi abuzimin, sigurisht ka menduar, media ka dyshuar që kështu mund të marrë vëmendjen dhe njerëzit mund të flasin më shumë që pas ka ndodhur një vrasje gabimisht. Pra kjo është ajo çfarë nxjerr konteksti mediatik. Por konteksti ligjor sigurisht e sheh situatën që nga gjeneza dhe normalisht që ne jemi munduar si vitin e kaluar kur ka ndodhur ngjarja edhe në këtë moment mbas kësaj buje mediatike në Greqi që marrin kthes hetimet, që Fatmir Tarellari e ka qelluar Erion Pelivanin, vajza ka manipuluar mesazhet me të dashurin sikur ishin me ato të viktimës etj. Unë dua të përqendrohem tek ajo çfarë ndodh tashmë mediatikisht me vajzën, por edhe me opinionin publik që me sa duket kanë pasur një tjetër qasje për babain, solidarizimin që patën me këtë të fundit. Do doja të dija ku jemi emocionalisht në ç'është moment. Sigurisht sa herë për viktimën, sepse vajza është viktimë, sa herë për viktimën shtrembrohen të vërteta, shtrembrohet interpretimi i ngjarjes, sigurisht është unë do të thoja një riviktimizim, sepse nëse media dëshiron të shkojë të vërtetës, e rëndësishme është të mos bëj interpretime të shkëputura vetëm në një element. Pra ti merr një element të ri dhe çfarë do të thotë ky element i ri në procesin gjyqësor. Thjesht i jep më shumë panoramë situatës, por nuk do të thotë që është elementi kryesor që ndryshon gjithë këtë lloj gjykimi. Në rrethimin e Nënës dhe Xhaxhai ishte pak më ndryshe në qëndrimin e tij. Ndoshta ishte jo koherent sipas edhe zotit Astrit në marrëdhënien e Elonës, motrës së Erion Pelivanit apo gruas së Fatmirit me vajzat. Por për sa i përket abuzimit, nëna ishte edhe mohuese në mënyrë kategorike në qoftë se ajo as nuk u solidarizua, tha nuk e dim se çfarë ka bërë vajza me të dashurin. Në tronditet e kësaj natyre sigurisht kuptohet nëna që dëshiron ta mohojë të gjithë ngjarjen dhe merret me elemente dytësore sepse kjo nëna mohoi dhe falen që Fatmiri ka kërkuar në sallën e gjyqit. Nuk e tha si element. Sepse nuk e pranon dot, pra nëna si ngjarje. Pra kërkon pastroj figurën e të birit përpara një viti ku pati
një sensibilizim të opinionit publik. Mendoj që më publik. shumë përpiqet për ta pranuar vetë se sa përpiqet për ta patjetër, sepse është e rëndë për një nën të pranoj që djali i saj ka bërë këtë lloj abuzimi dhe sigurisht duke u marrë me gjëra dytësore apo tretësore, sigurisht njeriu përpiqet që të bindi veten që kjo gjë i ka ndodhur dhe ka ndodhur me fëmijën. Sepse Xhaxhai thotë kjo është një vrasje e dytë, por Xhaxhai është në Shqipëri dhe ndoshta merr vesh vetëm lajmet që vijnë nga media. Të njëjtën gjë, pra nëse shkojmë për te, pra nëse zonja e ka parë abuzimin e vajzës dhe kjo është edhe më thelbësore dhe e ka fshehur dhe ka heshtur, kjo është edhe më e vështirë dhe Zoti Astrid është më racionale, thotë ato që ka ndodhur në sallën e gjyqit, ka qenë vetë prezent në sallën e gjyqit, tregon detaje në fakt në lidhje me procesin gjyqësor, detaje të cilat unë i di edhe nga motra e Fatmirit, nga kushërira e Astridit. Pra unë jam në brëndësi të asaj çfarë ka ndodhur në 2 ditë dhe në marrjen në pyetje të çdo dëshmitari nga 2 orë, por kemi fakt edhe vitet e burgut që do kryej Fatmir Tarellari, por me të drejtë apelimi brenda një viti. Pra, mund kemi një gjykatë apeli që edhe mund ta uli, nuk e dim tani. Mund ta lër kaq. Patjetër që për të arritur jo, më duket. Për të arritur nuk rritet. Varet se kush e bën ankimin, por varet se kush e bën. Nëse bën ankimin prokuroria. Por nuk mbesoj se të mund të ulet, patjetër, sepse janë mundësi të ulet akoma më shumë, por të gjithë kjo histori ne duhet të reflektojmë. Edhe kjo ngjitet më shumë tek nena e viktimës. Duhet kishte një kërkesë faljeja, një mea culpa, zonja. Jo, po kuptoj këtë që duhet edukuar, duhet kërkuar, fëmijët duhet edukuar. Shiko, edhe motra të ke ditur, bashortja e Fatmirit dhe s'ka treguar, unë nuk e di, edhe kjo është shumë pastaj uluritse. Po, ta mbyll. Në kontekstin njerëzor e social, kjo situatë na bën të reflektojmë në të gjitha mënyrat se si ne ndërtojmë marrëdhënien qoftë me fëmijët, qoftë me një partner të dytë apo të tretë. Dhe kjo është një mënyrë, pra edhe pse janë ngjarje kaq të trishta dhe shumë të vështira për të analizuar, janë dhe situata që njeriu duhet të reflektojë që fëmijët nuk neglizhohen, sepse abuzimi ndodh, pra ndoshta ne në kulturën tonë nuk e pranojmë që abuzimet seksuale kanë ekzistojnë dhe do të ekzistojnë në qendret njerëzore, pavarësisht se janë afër nesh si njerëz apo larg nesh. E rëndësishme është që të jemi vigjilent që të mos ndodhi kjo tronditje, sepse zotëria është tronditur që ka ndodhur për kaq vite dhe ai nuk ka mundur do ta shohë. Pra kjo është tronditja e thellë psikologjike që e ka çuar zotërinë në këtë ekstrem. Unë do doja një mesazh tëndim për audiencën, sepse këto 3 ditë edhe opinioni publik injektuar edhe nga mediat, që nuk e kanë dhënë lajmin ashtu siç duhet, ose për sa i përket bombës mediatike për të marrë ato klikime për cilat flitet vazhdimisht. Por audiencës duhet dhënë një mesazh e cila në këto momente është e dyzuar. Ke një mesazh për audiencën? Patjetër është... Se opinioni ishte për krahës me Fatmirin deri përpara pak ditësh. Tashmë çfarë ndodh? Është e rëndësishme që kur gjykojmë jetën e një personi, sigurisht nuk bazohemi dot në 1 apo 2 elemente. Kur del një ngjarje, situata e parë janë situata larguese, pra nuk janë situata që shprehin të vërtetën. Dhe e rëndësishme nëse duam të gjykojmë apo të marrim përsipër të analizojmë jetën, afërsinë e dikujt tjetër, e rëndësishme është të jemi njohës shumë të mirë të qendrës njerëzore. Faleminderit Eksena, faleminderit avokat, përpara se të përshëndes zoti Astrid, a ke një mesazh për opinionin publik që ndoshta janë ndarë ditët e fundit, janë dyzuar në lidhje me ngjarjen? Po, në fakt, 3 ditë përpara gjyqit kjo ekzistonte, edhe pas gjyqit kjo nuk ekziston, sepse aty e dha vendimin gjyqi, u dol se çfarë ishte, çfarë bëri dhe e kam tekstuar edhe një herë, nëse do të ishte, domethënë një gënjeshtër, Fatmiri do të ishte dënuar përjetësisht. Fatmiri u dënua për atë që bëri, se vrasja nuk e përkran as kërkush. Faleminderit zoti Astrid. Faleminderit. Faleminderit sepse në këto momente faleminderit shumë, doftoj audiencën time të ndjekim çfarë ka thënë një vit më parë avokati grek në një intervistë ekskluzive për emisionin Me zemër të hapur. E ndjekim, bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim, sepse menjëherë pas fjalës së avokatit dhënë një vit më parë në këtë studio, ne do kalojmë linjën për programacionin tonë. Κύριε Βασιλικέ, λοιπόν, εγώ είμαι η συνάδελφος Ηλίκα Μπρουνίλντα, αλλά πέρα από το ότι θα είμαι και η δικηγόρος της εκπομπής, θα κάνω και την μετάφραση της παρουσιάστριας. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε να κάνετε αυτή την απευθείας σύνδεση μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα σε Είναι εσάς μεγάλη και μας τιμή που όλους τους σας έχουμε. τηλεθεατές σας. Δική μου τιμή είναι που μου δίνετε το βήμα να εκφράσω ορισμένα πράγματα. Falenderoj dhe unë dhe është nder dhe për mua që jam pjesë e këtij emisioni. Shumë mirë, atëherë bëm edhe përshëndetjet e para me zotin Mihali për të na treguar fillimisht se si e ka njohur ai Fatmir Tarellarin, por njëkohësisht edhe familjarët e tij. Κύριε Βασιλικέ, θα θέλαμε να μάθουμε πώς ήρθατε σε επαφή με τον δράστη, με τον κύριο Φατμίρ Ταρελάρη και με την οικογένειά του. Μπορείτε να μας πείτε? Βεβαίως. Ο κύριος Ταρελάρη κατοικεί σε ένα χωριό κοντά στο Βόλο που ονομάζεται Αργαλαστή και έχουμε κοινούς φίλους. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να κάνω και λίγο την μετάφραση. Ο κύριος Zoti Tarellari banon në një fshat afër të periferisë së Volosit dhe aty banon me familjen e tij dhe ushtron edhe pra një punësim. Pra, është εργάζεται παράλληλα εκεί που μου είπατε, έτσι, και έχετε κοινούς φίλους. Ακριβώς. Δεν κάνουν μισθή το përbashkët. Për sa kohë është e një? Για πόσο γνωρίζεστε για πολύ καιρό με την οικογένεια Ταρελάρη? Τον ίδιο προσωπικά δεν τον γνώριζα, ούτε αυτόν ούτε την οικογένειά του. Μου τον συνέστησαν κοινοί φίλοι. Personalisht atë nuk e njihja, por ma prezantuan miq të përbashkët që kemi. Nuk e njihja më parë, pra e ka njohur pikërisht nga momenti që ka ndodhur ngjarja. A mund të na thotë zoti Mihalis Vasilikos se çfarë ka ndodhur konkretisht, sepse mediat në Shqipëri janë referuar gjithmonë mediave të shtetit fqinj Greqisë dhe akoma nuk dim, domethënë, rrjedhën se si ka ndodhur e gjithë ngjarja. Κύριε Βασιλικέ, θα θέλαμε να γνωρίσουμε τι έγινε ακριβώς την ημέρα του συμβάν, τι υπόθηκαν στην πρώτη σας συνάντηση με τον κύριο Ταρελάρη και με την κόρη του. Αρχικώς την πρώτη ημέρα που ήταν η μέρα Δευτέρα που ήρθαν στο γραφείο ο κύριος Ταρελάρη με την κόρη μου, μου ανέφεραν ότι είχε κάποιος παρενοχλήσει αρχικά σεξουαλικά και κατόπιν βιάσει την κοπέλα σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή σεξουαλικές παρενοχλήσεις όταν ήταν 9 ετών και βιασμοί από 12 έως 14, και ότι στη συνέχεια σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 8 έως 12 μήνες πριν από τώρα που μιλάμε, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος την είχε βιάσει και κακοποιήσει την απειλούσε ότι αν δεν του έδινε κάποια χρήματα, τα οποία τελικώς έλαβε, θα δημοσιοποιούσε ένα βίντεο που είχε στην κατοχή του, όπου απεικόνιζε την κοπέλα γυμνή, εν πάση περιπτώσει και σε κάποιες άλλες ιδιαίτερες στιγμές. Μάλιστα. Ναι. Po në avokati pohon që ka qenë në ditën e parë që është kontaktuar pra nga zoti Tarellari dhe nga vajza e tij në zyrën e tij, ditën e hënë, aty është pranuar që po vajza është ngacmuar seksualisht nga dikush, pra e ka pranuar në prani të avokatit dhe të babait, por pa thënë konkretisht emrin e autorit. Dhe më pas kjo gjë është zbuluar pasi vajza nuk ka paguar qërat për disa muaj dhe babai ka insistuar për të marrë informacionin. Gjithashtu autori e ka kërcënuar vajzën që do të bëj publike një video intime që kishte ku shfaqej vajza pra e zhveshur dhe e kërcënonte me këtë nëse ajo nuk e paguante dhe nuk i jepte parat që ai kërkonte duke i bërë një presion dhe një shantazh të tillë. Si u paraqit gjendja e vajzës edhe e zotit Fatmir Tarellari në zyrën e avokatit? Çfarë arriti të kuptonte ai nga gjendja emocionale të dyve, pa u zbuluar ende emri? Κύριε Βασιλικέ, τι σας μετέφεραν, δηλαδή τι καταλάβατε από τη συναισθηματική άποψη του για τον κύριο Ταρελάρη και την κόρη του όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο γραφείο σας? Πώς ήταν συναισθηματικά και οι δύο? Όταν εμφανίστηκαν εκείνη την ημέρα δεν είχε αναφέρει ακόμα η κοπέλα ποιος ήταν ο δράστης των βιασμών και των σεξουαλικών παρενοχλήσεων. Οπότε η κοπέλα ήταν σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση
κατάσταση. Κατάλαβα ότι ο πατέρας της την είχε πιέσει για να αναφέρει αυτά τα πράγματα και της είπα ότι πρέπει να πάρει το χρόνο της, συμβουλευόμενη και με έναν ειδικό, ώστε να μπορέσει να εξιστορήσει πλήρως τα πράγματα όπως είχαν συμβεί και να μπορέσουμε να υποβάλουμε μήνυση στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Në momentin e parë, vajza nuk ka pranuar të thot emrin e autorit, por avokati e ka këshilluar që ajo të marri kohën e mjaftueshme, duke pasur në prani dhe një ekspert psikolog, dhe pse jo të denoncoj me emrin e autorit, dhe ndërkohë nga ana e avokatit të bëj dhe puna përgatitore për të vijuar më tej me kallëzimin. Zoti Mihali, në fakt ju thatë që por gjendja emocionale ka qenë e rënduar patjetër. Zoti Mihali sapo tha që ditën e hënë me datën 7 janar në mos gaboj ato janë paraqitur në zyrën e tij, ndërkohë që vrasja ka ndodhur në 9 janar. Nga dita e hënë deri ditën e mërkurë, çfarë ka ndodhur? Sipas dijenisë së avokatit. Παρουσιαστήκαν πατέρας και κόρη στο γραφείο σας στις 7 Ιανουαρίου, αλλά το έγκλημα μετά, δηλαδή η εκτέλεση του άλλου δράση, του θύματος, γιατί τώρα πλέον είναι θύμα, έγινε στις 9... Σωστά. Αυτά έγιναν τη Δευτέρα το πρωί. Ναι. Δεν είχε αποκαλύψει ακόμη η κοπέλα ποιος ήταν ο δράστης. Ρωτάει η κυρία Αχμέτη, η παρουσιάστρια της εκπομπής, τι έγινε ακριβώς δηλαδή σε αυτό το χρονικό περιθώριο από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι τις 9 που έγινε το συμβάν. Συγγνώμη, όλα αυτά τα πράγματα πώς εξελίχθηκαν αυτές οι 2 μέρες? Ακούστε, στις 7 Ιανουαρίου δεν συνέβη τίποτα. Στις 8 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα το πρωί, ήρθαν ο κύριος Σταρελάρη και η κόρη του στο γραφείο μου και έγινε αυτό το πράγμα που σας περιέγραψα. Μάλιστα. Δεν είχε αποκαλύψει ακόμη η κόρη, ήταν πάρα πολύ διστακτική, έκλαιγε, ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, προφανώς δεν είχε αποκαλύψει ποιος ήταν αυτός που το έκανε. Η αποκάλυψη αυτή έγινε μετά από συνεχείς πιέσεις του πατέρα της την επόμενη ημέρα το πρωί. Δηλαδή στις 9. Στις 9, ακριβώς. Και μετά δρομολογήθηκαν όσα έγιναν. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι, όχι το πρόβλημα, εκείνο που έχω να πω είναι ότι δεν αποδέχεται ότι υπήρξε εκτέλεση ή ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Μάλιστα. Αποδέχεται ότι προσπάθησε, μετά από όσα έμαθε, του καρφώθηκε η έμονη ιδέα στο μυαλό να ζητήσει εξηγήσεις από τον άνθρωπο αυτό γιατί του έκανε αυτό το κακό. Μάλιστα. Në datën 7 thot nuk ka ndodhur gjë, në datën 8 janë paraqitur baba dhe vajzë në zyrën e avokatit. Në datën 8 vajza nuk ka pranuar të pohoj se kush është autori. Në datën 9 në mëngjes e ka pranuar këtë gjë dhe më pas babai avokati sqaron që babai nuk kishte për qëllim që të kryente një vrasje me dashje apo të paramenduar, por insistimi i tij dhe qëllimi i tij ishte për të pranuar nga autori të gjithë ato që kishte thënë vajza, pra në një farë mënyrë kërkonte dhe të dinte dhe qëndrimin e palës tjetër. Doja të dija në fakt nga zoti Mihali se çfarë i ka treguar vajza fillimisht babait. Κύριε Βασιλικέ, τι έχει διηγηθεί η κόρη αρχικά στον πατέρα? Κοιτάξτε, από όλη αυτή την ιστορία. Ακούστε, αρχικώς του διηγήθηκε τα πάντα, χωρίς όμως να του αποκαλύψει ποιος ήταν αυτός που τα έκανε. Τα πάντα με λεπτομέρειες. Στη φιλίμη θα όχι με πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί καταλαβαίνετε ότι το κοριτσάκι ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Του είπε τι συνέβη. Μάλιστα. Στη φιλίμη i shpjegoi çdo gjë babait të saj, por jo me detaje të rëndësishme pasi dhe ajo ishte në një gjendje tepër të rënduar emocionale. Dhe kjo ka qenë rrjedhshmëria.